Edhe, do më thonë, shifte në Durrës, në Tiranë, në qytetet më kryesorë të Shqipërisë, vetëm kur bëshin njoftime gjërat për të Kosovës. Po që keni vujt në atë kohë katastrofë. Po, dikur e drejta delen të bëjnë, që të lloj gjëje e bëjnë. Sot që ju zotit jeni të lirë, jeni shtetë në vete edhe Ishala po hynë edhe në Evropë. Dhe ju i keni pas normal vështirësitë e gjanët e juve, sidomos të kena qenë pa bukë, me thënë drejtë. Në atë kone e mverit, kur kona din, do me thonë, ka repsu njerës, apo kuptojnë, për shembull te ke pas për detyrim me majtë babën tëna, din pas për detyrim, mja jep një shumë caktume për detyrim, me ka pas çdo person që punon, mja jep një shumë caktume babës vet, din për detyrim. Nuk i lente për shembull njerëzit me dalë prej Shqipërisë të gjana kësha din. Po, unë menoj që një formësim i rrept edhe i ban njerëzit adin i s'pëdi që me thonë, adin normal edhe ju qas keni kalu e ki gjana ta kupton. Po që... Shumë ka të vështira, babi të regon, pa buk, nuk ishim buk me hongër. Tu flet me qizme? Me qizme. U që u mjesë prapë me shku me punu? Me prit radhën e qumshtit e tretë jena njerës ma të zotë, për shembull, me shku në Itali e kështët njerës ma të zotë që ma punëtor, ma këshu janë shqiptarë, gjithë botën, gjithë Londër, Greqi kanë marrë gjithë biznesin shqiptarë. Mashallah, jenë punëtor, realisht. Ja, për një të tuj për shumë që janë biznesin, kënë kotë të ti, kuptoj. Jam shumë krenare. Na ka bu mbjeteset zgjurë, për prapë vizorësia vazhdojnë. Ama janë, po, do me thonë, jemi lodhë shumë, atë e thot babi. Na ka lodhë shumë sistemi. Po ti mund këtë hikë me gomone, babi Rëzi? Me gomone? Po. Në mes detit kanë ndru gomone. Po, pra. Nga Durrësi kanë... Kun qa vite ka shu ikë? Në 93. Ka ikë me lireta, që atëherë. Po, me lireta. Nga i gomone, në mes detit kaloj ke një gomone tjetër. E kuptot që? Me gomone, dhe i Peskareqi. Me ata gomonën kusheti sa njërës kanë humbur jetën. Kanë humbur njerët, kanë humbur. Po. Jo, më realisht, unë, dhe me thonë, jam shumë krenarë që jam shqiptarë dhe unë, për mënim, adin nuk i gjykoj, për shembull qiftet që adin, për shembull shkojnë marton me italian, ose italian, nuk i gjykoj adin, po unë personalisht kam qef me shtu gjakun tem, kam qef në qëfë se martona, unë martu me i shqiptarë, vëlla me shtu gjakun tem. Unë personalisht, edhe pse kam jetu në Itali, nuk i kam jep shkak italianë, ose një ratë tjetër, me kriju një njofja, një gjë. Për shembull ti mush me pas një raport të mirë në punë si kolegë, ose si shoqëri, okej, po që qëllimet e mia, një të ardhmet tem, unë shoh me një person që është shqiptar, du me shtu gjakun tem, a kupton? Gjakun tënd, aty të ngjit. Nuk, edhe mos më kanë gjit kur jashtë, me thënë drejtën. I respektoj, vlerësoj, dinë si me u sill, janë shumë njerëz të mirë.